Organizata Italiane Trentino për Ballkanin. Në kinoteatrin Jusuf Gërvalla, organizata italiane Oficina del Sorriso në bashkëpunim me qendrën rinore Peja, pas ushtrimeve me fëmijë të moshave të ndryshme të shkollave fillore të qytetit në 4 tema: teatr, muzik, video dhe lojra, mbrëm ka dhënë shfaqjen finale të performancës artistike të titulluar Laboratori i Buzëqeshjes. Sara Meino nga Italia ka treguar për aktivitetet artistike të organizatës Laboratori i Buzëqeshjes në mbar botën, që ka për qëllim njohjen e kulturave dhe shkëmbimin e eksperiencave në mes të njerëzve të vendeve të ndryshme. Ne jemi të apasionuar pas muzikës, lojrave, shfaqjeve teatrale dhe videove dhe mendoj se dhënia e spektakleve në për turne ndryshon njerëzit. Ky është edhe mesazhi ynë që duam ta përcjellim në çdo vend ku performojmë, ka theksuar Meino. Sabrina Leka, koordinatore e qendrës rinore Peja, ka njoftuar këtij projekti vullnetar. Në qendrën rinore Peja do të thotë janë 6 organizata ndryshme rinore, janë Zoom, MPU, Rilindja, Europea Info dhe organizatat e tjera rinore që janë të punuar për të rinjtë Pejas. Do të thotë me këta të rinjtë Pejas, Oficina del Sorriso, një grup nga Italia për 5 ditë radhazi ka punuar në qendrën rinore Peja me fëmijët e shtatshatorit në akt 3 me të rinjtë e këtyre organizatave varësisht pe mendimit tyre ka punu në workshope të ndryshme, ose do shfaq një shfaqje për 45 minuta këtu në kino në Jusuf Gërvalla. Mendoj se për një kohë shumë të shkurt, që këta italianë kanë punu me të fëmijëtar, kanë arrit me një shfaqje shumë të mirë që për qytetin tonë është e mirësore. Kena po dokumentarin bashkë me grupin për buzëqeshje, edhe kemi kalu shumë mirë, më ka pëlqyer shumë, kena pas gjithçka lojna dhe kena kalu me një fjalë shumë mirë se gjithçka u konë shumë mirë. Ky aktivitet kulturor është mbështetur nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport dhe organizata italiane Trentino con il Balcani.